Tani është absurd, të them ty a më mirë gocat e Tropojës apo të Vlorës, ti do thuash Vlorës, nuk ka sens të më thuash Tropojës. Unë? Jo, të Tropojës. Okay. Tropojës. Sidomos mbas vitit të parë kur Birça Hasko i kapi dorën babit tim ja shtrëngoi dhe i tha të falenderoj tha për këtë vajzë, ke një vajzë të mrekullueshme. Ma atakuan, deshën të më ulnin, deshën të bënin gjëra që bëhen për hir të një formati. Domethënë me gjithë ata që unë nuk flisja brenda, nuk flas as jashtë. Kalonte plus 18. Nuk di që ka marrë pjesë në një film që është fituar nga QKK-ja të bëj audicione, nuk ka rëndësi a fitoj as e fitoj. Ku? Shumë e ndyrë. Vazhdoj ta potencoj këtë që ne vëjmë tituj skandaloz. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje. Sa më ingranon kjo kënga, nuk e ke idenë, unë dua ta vazhdoj të këndoj Kinotek në Sol. Kinotek në Sol. Ej, si ka ardhur vjetori për ty Viola, si duket? Po, mirë duket. Unë e kam periudhën time të preferuar të vitit, pres gjithë vitin vetëm që të vi ky muaj, kështu që më së miri, s'ka si vit ndryshe dhe urojmë, shpresojmë që për të gjithë të jetë po njësoj. Le të jetë një muaj i mbar për të gjithë ju miq që na ndiqni. Ju përshëndes këtu nga studio Kinotek në Sol në Radio Sol 89.0 FM. Na ndiqni nga makinat se ktheheni nga puna, tani është fiks orari, kujdes rripin e sigurimit, po edhe gjithë juve që na ndiqni nga YouTube, nga rrjetet tona sociale, nga Spotify, kudo tjetër ku ne jemi. Dhe sot jemi këtu për të folur, për të diskutuar, për të qeshur, për të bërë serioz, të gjitha së bashku. Po, për filma, për libra, për kinema, jo vetëm për teatr. Unë edhe Goni, por edhe e ftuara jon që është. Kemi kënaqësinë që të prezantojmë të ftuarën tonë që është një aktore shumë e dashur për mua personalisht, besoj edhe për ty Viola dhe për gjithë që na ndiqni, shumë pozitive, nuk e merr dot i nat, besoj që nuk prishesh me atë, po nuk u prishe vetë ti, po nuk e sti se ti sherrin. Un kam kënaqësinë të ftoj Ariola Demirin. Ariola, mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe. Mirë se u bëra mbar që të vi. Faleminderit shumë që erdhe, po tani sa e vërtet është ajo që tha e Goni që me Ariolën Ariolën nuk e merr dot i nat nëse nuk merr ajo. Është, me thënë të vërtetën, kam zbuluar edhe ca gjëra se së fundmi kam filluar të besoj në horoskop. Ha, çfarë shenjë me gjëra fjalë? Mirë se erdhe në grup. Jam disa shenja bashkë të tmerrshme. Po pse? Akrep? Bravo, ascendent. Okej, Luan? Jo, Virgo. Okej. Je Virgo me ascendent Akrep. Jam Virgo në sign, jam Virgo si shenjë, ascendent Akrep dhe hënën kam Gafore. Një miksim jo i çuditshëm, po i çmendur. I çmendur, sidomos tek ascendenti dhe tek hëna, që janë dy shenja ujë. Po prandaj na shkoi mirë biseda edhe në telefon, se un kam ascendentin Akrep, e kupton. Edhe unë kam Po unë ascendent. çfarë dua këtu peshore me ascendent peshore. Po ti je peshore me mua pra, je shenjë kardinale. Mirë se erdhe, si të gjen kjo periudhë? Kjo periudhë shumë mirë në punë, e angazhuar më shumë se sa kurrë midis Kosovës edhe midis Prishtinës edhe Tiranës eksakt. Jam duke bërë masterin. Më në fund u ktheva, po diplomohem për gjyshe. Sa ta mbaroj ndoshta bëhem edhe gjyshe. Bëj shaka. Bë shaka, besoj në këtë pikë. Se kur më shohin që jam rikthyer në shkollë, Ariola, shumë mirë, po sa mirë pas ke bërë, po i them, kam ardhur të diplomohem për gjyshe. Se e kam, domethënë bëj hilaritet me moshën, se sigurisht vetja më duket jo më shumë se 18. Që them eksakt 17 më ka ngelur, që në gjimnaz. Ne kështu na duket sigurisht 18. Nuk më rritet ai fëmia i brendshëm. Duket sigur nuk ka kohë për ty, koha ka ngelur. Jo more jo. More jo se rrudhat aty janë. Janë. Ku? Megjithatë ti do na japësh ta këshilla ne prindërve të rinj që kemi, sidomos neve që kemi vajza. Unë jam prindi një mace, Ariola kurse Goni ka një vajzë vërtet. Që kemi si bashkë, se unë kam edhe fëmijë dhe mace edhe qenë. Në fakt unë jam gjithmonë do t'ju tregoj me fakte që ju dërgova fëmijëve të mi një djalë që bën podcast, flet për libra,
edhe kishte nxjerr disa atipe që janë të nënave dhe duke dëgjuar u shqetësova sepse nuk po e gjeja vetën asgjë kundi. Edhe ju them fëmijëve të mi, ju lutem e dëgjoni këtë, është çike gjatë, thash po dua mendimin tuaj duke qenë se janë të drejtë për drejtë dhe thon mendimin e tyre ashtu siç e mendojnë. Ju thash dua të di çfarë nëne jam unë. Okej, kjo është pyetje e vështirë që mund t'ja bëj çdo prind fëmijës së tij. Jo, sepse e di që kur ju drejtohem se unë nuk pres, unë nuk i them shikoj edhe të më thuash ti që unë jam nënë e mirë. Por e di që duke u krahasuar me shoqërinë, e di që me fëmijët kam bërë një punë relativisht të mirë. Tani kjo nuk ka Kjo vërtetoj edhe nga fakti që sot erdhe vonë sepse ishe në angazhim me fëmijët. Është gjithmonë. Unë domethënë në angazhim me fëmijët vi nga Kosova, gatuaj për një javë, le aty gati që domethënë, okay, se këto i bëjnë gjitha nënat, po e kam shumë të rëndësishëm raportin. Ama është e vështirë ti jesh edhe nën edhe grua në karrierë, kështu që në këtë pikë vjen patjetër vlerësim i madh për gjithë përkushtimin që ti ke si nën, po jam kurioze ta di përgjigjen. Jo vetëm për mua, se unë nuk kam qef të marr gjithmonë meritat unë mendoj që kam fëmijë të mbar, kam fëmijë shumë të mirë. Sepse e kuptojnë periudhën që unë jam larg, kujdesen për njëri tjetrin, nuk e di nëse ka fëmijë që e bëjnë për njëri tjetrin këtë gjë. Mbajnë përgjegjësi edhe për macën edhe për qenin, edhe mendoj që kam fëmijë shumë të mirë dhe kam fëmijë shumë të përgjegjshëm ndaj asaj që po bëj unë, dhe në të njëjtën kohë është zinxhir, sepse puna ime është shkak pasojë që të krijojmë të ardhurat për ekzigjencat e secilit nga ne. Tani përgjigjen e pyetjes do doja. Po, ma thuaj se më iko. Pra, ti pyete fëmijët çfarë nëne jam unë dhe çfarë të thënë ata tekstualisht. Rubini më thot pse mendon se je nënë e keqe. Dhe më shkruan dhe më thot ti nganjëherë je si e huaj kur dal nga vetja. Por përgjithsisht kështu je nënë e mirë, më tha. Nuk më tha as shumë e mirë. Do të tani u bëra kurioze si je kur del nga vetja. Edhe unë si Rubini mendoj. Dhe të pyesësh Helgën, për Helgën, domethënë jam një nënë e jashtëzakonshme. Domethënë kështu më përkufizon shpeshherë dhe pa ja dërguar këtë. Kurse kjo e vogla është në adoleshencë, më mirë mos ta pyes fare. Po në adoleshencë të gjitha kemi kaluar si fazë dhe e dim që është fazë e vështirë, ti je në luftë me veten, jo më pastaj me njerëzit që të rrethojnë, qofshin këta familjar apo kushdo. Unë shpeshherë kur pyesen, si je me ata me një shtëpi adoleshentë, them po 3 kam, me 4 jam vetë. Ajola, po në një nga fëmijët po ndjek rrugën tënde? Në fakt Rubini dhe Helga kanë bërë filmin e tyre të parë kur ende unë se kisha bërë filmin tim të parë. Kështu që janë të tre, janë të tre shumë të talentuar, janë kritik të jashtëzakonshëm, qoftë muzikës, qoftë filmit, qoftë teatrit. Do të thënë janë fëmijë që kanë një background të përgjithshëm. Ata po e ndjekin si pasion apo edhe si profesion me shkollim, po them? Jo, me shkollim jo. Do të thënë si pasion, nëse do t'ju jepet mundësia dhe rastit, do ta bëjnë sapo t'ju jepet kjo mundësi. Pra talenti është aty. Talenti është aty, por mendoj që duke qenë se këtë të qenurit artiste ose të qenurit kategori homeless në Shqipëri. Po, tararara. Si i thon kështu në frëngjisht më kësaj kategorisë pa shtëpi pa gjë, po artist. Ku di unë Le Miserable? Jo. Tamam Le Miserable. E kam fjalën, po s'po më vjen se është kështu një etiketim më i fitshëm, e kupton, jo homeless. Nuk e di, po jemi kategori e pavlerësuar, qoftë domethënë në të punësuarit, qoftë në të vlerësuarit, qoftë në të vlerësuarit monetar, domethënë jemi një kategori shumë problematike sepse e kam bërë një analizë shumë të madhe. Unë nuk e kam dalë vetëm te aktrimi, domethënë ndërkohë në këto 10 vite kam bërë kurse për profesione të ndryshme. Nuk e dija nëse do kthehesha ndonjëherë në skenë dhe skena më duke e largët ta prekja, po flasim këtu e para 10 viteve, përpara se ta startoja në Kosovë. Për zanate teknike, zanate që t'i japin zanate që t'i japin bukë. Kam bërë edhe unë. Domethënë kam bërë kursin e thonjve dhe kam marrë
e kam marrë shumë seriozisht. Kam qenë i thoja o dale para o vdes. Kam bërë kurs për parukeri, kam bërë kurse jo më larg se vitin e kaluar, 6 muaj në 2023-shën përfundova një kurs 6 muajor tek nëse nuk e di nëse mund të përmendim emra, po përfundova një kurs për estetik të përgjithshme. Do të thënë e mora edhe një diplomë aty. Do të thënë vazhdimisht bëj kurse të ndryshme që i bëj që ti je gati për gjithçka, që ti je gati për ditën e keqe. Ti jem gati për ditën e kiametit. Edhe pse besoj kam dëshirë dhe këto kurse i bëj kur mua më jepet që themin e shqiptarët na jepet përdoresh. I bëj me pasion edhe i bëj me dëshirë, nuk i bëj se a i vën praktik apo jo, por e di që nuk e kam dalur veten që të mësoj gjëra të reja, që të bëj gjëra të reja. Edhe një aktor sigurisht i duan disa. Në fakt aktori duhet të kërcej, të bëj make-upin, besoj, duhet të jenë gjëra që duhet i njohë dhe kam përshtypjen gjithmonë duhet të sa më shumë profesione, aq më shumë pluse në xhepin e një aktori. Absolutisht, mua më duket gjë shumë e mirë kjo, që ti je përpjekur të mësosh edhe po themi zanate, gjëra teknike. Po doja të pyesja sinqerisht, e ke pasur komplekse ndonjëherë njerëzit edhe për shkak të një farë statusi që kanë. E kupton, aktor ose inxhinier, po ja fusko tani, nuk mund të ulem që të bëj një gjë të tillë, po themi. Nuk e ke pasur kompleks. Nuk e kam pasur kompleks. Kjo është gjë fantastike. Nuk e kam pasur kompleks dhe këtë do të ta them sepse motra ime ka një qendër estetike dhe së bashku vendosëm që ta hapnim një në Durrës. Në 2024, janar 2024, edhe do të thënë kam punuar nga janari 2024 deri në janarin e 2025-s. Kam punuar unë vetë, do të thënë prisja klientet, ju shërbeja unë dhe habia më e madhe atyre ishte po pse nuk e prisja që ta bëje ti këtë punë. Dhe puna nuk është turp. Do të thënë, jo, absolutisht. Puna nuk është turp. Për mua, absolutisht. Ne duhet kur ka të bëjë me të bukur, për mua duhet ta ngulisi mirë në mendje këtë që puna nuk është turp. Për mua çudia më e madhe ishte pse janë kaq të kompleksuara klientët përballë meje. Sepse unë nëse nuk e zotroj mirë një punë që bëj, unë nuk e bëj fare. Po s'besoj që ka qenë çështja e kompleksit tek kam besim apo jo tek ajo kompleksi ka qenë që nuk e prisnin të isha unë ajo që do t'ju shërbej. Do të thënë prisnin që unë do të thënë punëtore të kisha punëtore të bëja sepse me aq mundësi sa kishim ne investuam dhe po prisnim duke ditur që jemi një popull goxha dembel me zi nga fundi vitit gjeta një punëtore me zi. Imagjinoj, do të thënë aktore tjetra. Aktore njohur tjetra dhe nuk gjeti punëtore. E kupton apo jo ç'a bëhet? Okej. Është e çuditshme përtej para gjykimeve që njerëzit kanë për ato 5 minutë tonë që na shohin televizion për make-upin, për veshjet glamour, domethënë mbrapa nesh ka një punë shumë të madhe. Absolutisht. Kur flasim duket si klishe, se duket sikur bëjmë namin, se bëjmë praktikisht çdo gjë që bëjnë edhe njerëzit e tjerë. Thjesht kemi një X faktor që kemi një talent siç e ke ti në zërin tënd apo ti në të moderuarin tënd, unë kam në aktrim, po pjesa tjetër ngelet njëri i thjesht. Absolutisht. Do të thënë gjithë secili ka një X faktor dhe mundohet ta gjej veten aty. Edhe un kam këtë X-in këtu që ndoshta puna më e mirë që mund të bëj është aktrimi, po ndërkohë që aktrimi mund të shfrytëzosh edhe këto aftësitë e tjera. Aktrimi nuk dua të tingëlloj evrazhët, po kam qenë shumë me fat që për një 10 vjeçar kam bërë punë shumë të mira, kam krijuar fanbase-in tim, do të thënë nuk jam dalur, absolutisht nuk jam dalur as edhe një sekond të mendoj jo se jam aktore madhe apo jam aktore vogël apo un kam ndjeksa apo do më paragjykojnë, jo, un shoh punën time. Dhe çdo mëngjes aty në Durrës shkoja, hapja derën, laja vendin, pastroja dhe më shihnin njerëzit ç'a bën kjo. Pse duket kaq e çuditshme? Shija xhamat, domethënë. Mu kujtua një koment Ariola nga një bisedë. Dhe ishte komenti, se këtë e blini ju gazetarët se ju keni lek. Nuk e di pse krijohet përshtypja në Shqipëri
që për çdo figurë që del në ekran, për çdo figurë që punon në botën e artit, ka lek o bën namin. Të ndodh edhe ty kjo? Kam zemra, po nuk po mirë banka për momentin, ai shumë kam. Ku i lë zakonisht? Këtu i kam. I kam gjitha këtu. Ariola, ajo që më kuptoj nga gjitha kjo që po thuat është që, dhe këtu jam realisht shumë kurioz, dhe ju të dyja ndoshta edhe mund të ma thoni, si burr që jam, a është e vështirë ti jesh grua në këtë zanat në Shqipëri? Shumë e vështirë, është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Vështirësia e parë lind nga rrethi familjar. Vështirësia e dytë lind nga rrethi shoqëror dhe pastaj shoqërohet me masën që janë populli. Po ta nisësh që nga familja, unë di raste vajzash shumë të talentuara që nuk e kanë nisur dot, nuk e kanë vazhduar dot të kultivojnë talentin e tyre, sepse aktrimi është për pip. Këtë probleme kam pasur edhe kam thënë hapur Azi, se një gjë që e kam defekt jetësor është se jam shumë e sinqertë. Pse mendon që është defekt? Babi është në këtë kohë është problem. Në këtë kontekst është fatkeqësisht është. Në këtë kohë sinqeriteti nuk është se vlerësohet shumë, apo ta marrin se do të thotë diçka. Domethënë nuk dua të merrem me këtë fare, po babi im kishte probleme të këtij lloji që nuk donte që vajza vet shkollohej për aktore, që ishte një ndër shkolla që zgjodha, por ishte kategorikisht kundër, pa e ditur që do ta fitoja fare. Një koment që të ka bërë babai që të ka vrarë në një lloj forme lidhur me këtë. Nuk e ka pasur me mua, e ka pasur me mamin tim, e kam thënë këtë edhe publikisht. E ka pasur me mamin tim, nuk do e çojmë gocën në atë shkollë pip. Dhe po themi aftësia ime apo një talent që unë mendoja se kisha dëshirë të bësh aktore, por që ndoshta e zbulova kur u pranova në Akademinë e Arteve që kisha të dhëna shumë të mira për të qenë edhe nuk kishte gabuar intuita. Ka qenë dëshirë, jo intuit, dhe duke parë nga profesorët e mi vlerësimin vit pas viti, dhe sidomos mbas vitit të parë kur Birça Hasko i kapi dorën babit tim ja shtrëngoi dhe i tha të falenderoj, tha për këtë vajzë, ke një vajzë të mrekullueshme. Domethënë i tha gjithë fjalët e mira, se Birça nuk e dinte domethënë çfarë konflikti të brendshëm kishim si familje. Por duke çmuar mua si studente, futi dorën e babit, domethënë në mes të dy duarve të veta, dhe mbajti ngrohtë në kuptimin që po i thoshte të falenderoj me shpirt se ke një vajzë të mrekullueshme. Kaq mjaftoi dhe babi im nuk e përmendi më kurrë këtë gjë. E sfida tjetër pastaj? Po sfida tjetër është, po sfida tjetër lind pastaj jo fare fisi ç'është kjo që puthet me këtae, po kjo s'është e përdale, domethënë ata pastaj rrethi shoqëror lind ajo që jo ti problematika të ndryshme. Edhe për të ardhur te sfidat e vetpunës. Problematika të ndryshme, sepse ti je një person që je në rritje, nuk është rritesh me karrierën, rritesh edhe vetë, ndryshon mendimet, ndryshon opinionet, moderohesh, bësh më open-minded, se të vish nga Tropoja tani me një mentalitet të mbyllur siç e kemi pas ne, unë nuk mund ta mohoj. Ke humbur njerëz gjatë rrugës, Ariola, për shkak të profesionit? Kam filluar të humbas njerëz gjatë rrugës, po. Tani vonë? Edhe tani vonë, edhe tani herë, edhe tani. Po, absolutisht po, por është një gjë shumë e mirë sepse kuptoj te vetja e vlerësoj në këtë lloj mënyre që po rritem dhe nuk jam më në linja paralele me kushdo që është. Shoqe, shok, koleg, kolege, domethënë e marr kështu, e vlerësoj kështu. Ti fundin e një raporti. Ti përmende se këtu doja të ndalesh pak. Tropojën, po. Dhe mua nuk më pëlqen fjala tropoj, sepse tropoj është ajo çka ka ngel nga ndarja. Mua më pëlqen fjala ose terminologjia malësia e Gjakovës. Jam i saktë apo jo? Je shumë i saktë. Kjo është, po themi, termi korrekt që përshkruan të gjithë zonën. E dua të ndalem pak tek Jemi malësi e Gjakovës. Kot na kanë darë se këtu tani do gjithmonë lëshoj ndonjë bume kështu edhe krijoj hasmëri. Kot, s'kemi lidhje me Shqipërinë. Duhet pasaport për të hyrë aty? Në fakt me çfarë ti unë, ndoshta shumica e figurave më të njohura të asaj zonës tënde,
janë vlerësuar më shumë një Gjakov se sa këtej. Pra si figura artistike, si figura, ku diun, është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet në Kosovë. Dhe unë së fundmi e kam marrë vesh këtë gjë. Në Kosovë çmohemi dhe vlerësohemi shumë më shumë se sa çmohemi dhe vlerësohemi në Shqipëri. Është për tu çuditur, është për tu habitur. Tropoja apo Malësia Gjakovës ka pasur në shkallë rrethe apo republike intelektualet më të shumt në numër, dhe nuk e them unë, e thon statistikat, se janë marrë ca njerëz këtu me statistikat. Dhe që ne këtej nuk i njohim ose njohim shumë pak për hir të së vërtetës. I njohin shumë pak dhe gjithmonë jemi quajtur malog, gjë e trash, kështu shpellar. Mendoj që të jetosh në Tropoj ka pasur vështirësitë e veta, qoftë në komunizëm, qoftë në demokraci, apo edhe deri tani. Kemi qenë, mendoj, një popull pak i bërë skip nga populli vet, pak i na kanë linçuar pak. Nuk e di, unë nuk e kam djerë shumë sepse unë nuk e kam pasur kur problem këtë pjesën e të pranuarit, por shoqet e mia për shembull që kanë ikur nga 8 vjeçarja dhe kanë bërë gjimnazin këtu, ato kanë trauma për jetimin të qenurit nga veriu, që shkon deri në kufit e racizmit. Nuk doja ta bësh një xhiro në Tiranë. Ta thoja racizëm, po doja të thoja bullizim kështu i frikshëm, i pastër. Edhe mjafton të shkosh të bësh një racizëm është për një lloj race që nuk ka ngjyrën, gjuhën tënde apo kulturën tënde, po të qenurit në të njëjtën kulturë, në të njëjtin shtet dhe të bullizohesh për faktin që vjen nga veriu është e tmerrshme. Por ti nuk e ke ndjerë shumë. Unë nuk e kam ndjerë se nuk e kam problem, dhe nuk është se po e them tani që është kjo Ariol këtu përballë jush, po se kam pasur problem kur kam ndjerë një lloj krenarie të çuditshme brenda vetes. Sepse unë si vajzë veriu, e lindur e rritur në veri deri në moshën 19 vjeç, kur kam ardhur këtu dhe jam krahasuar me pjesën tjetër të shoqërisë time, unë dija të bëja praktikisht çdo gjë dhe për mua asgjë nuk ishte e pamundur. Për mua çdo gjë ishte e mundur. Dhe mendoj që për këtë merit të veçantë ka vendi, terreni në të cilin jam rritur. Atë them të diçka dhe jam kurioz, po ti do ma korrigjosh nëse jam gabim. Un kam përshtypje dhe dua të jem pak i kujdesshëm edhe me zonat e tjera të veriut dhe po kërkoj ndjes paraprakisht, jo se do them ndonjë gjë, po thjesht mos krijojmë ndonjë konfuzion të kot. Po kam përshtypjen që në dallim nga shumë zona të tjera të veriut, vajzat dhe gratë e Malësisë Gjakovës dhe të Tropojës nuk janë, po themi, aq të të shtypura ose se nuk duhet paragjykoj thash, ose të shtypura. Të shtypura apo vajzat e Tropojës? Pra janë disi më të lira, po them. Janë të lira? Ky është perceptimi apo e kam gabim? Jo, nuk e ke gabim. Vajzat e Tropojës për shkak të terrenit të vështirë do ta ceke, sepse unë kam jetuar dhe di të them, kur kemi jetuar po themi nga vitet 80 e këtej, se mbaj mend veten shumë mirë nga mosha 3 vjeç e sipër. Po të marrë shembull tezet e mia. Tezet e mia bënin 5 kilometra për të shkuar për të mbushur ujin e pishëm, për të furnizuar gjithë shtëpinë me nevojat bazike që janë për me sjell ujin 5 kilometra, po flasim këmbë dhe duke e mbajtur, duke e peshuar dhe shkonin 3, 4, 5 herë. Vadisnin, prashisnin, domethënë praktikisht ushqimin, bazën e ushqimit e bënin vetë, e merrnin vetë, kishin kopshtari, kishin ara. Domethënë Tropoja heqim qytetin, se qyteti ka qenë një pjesë shumë e vogël. Patjetër, është një pjesë e vogël, po themi. Ne e dim që Tropoja për nga harta dhe për nga masia është një ndër 2 qytetet më të mëdha në hartë, në territor, rreth Tropojës. Dhe qyteti ka qenë shumë i vogël, vazhdon të jetë shumë i vogël. Minimal si qytet, sa qyteti studentit ka një qendër administrative, po themi. Dhe pjesa më e madhe kanë qenë fshatrat. Dhe unë kam pasur fatin të rritem në këtë lloj
në këtë lloj jete, që është jeta e fshatit, jeta e bjeshkëve, domethënë kur gratë bëjnë stanin baraz me burrat, ku gratë presin drunj, domethënë këtu doja të dilja Ariola. Domethënë pak si viking jemi ne. Pra, këtu doja të dilja, pra pavarësisht se i respektoj dhe i dua shumë dhe unë ata që më njohin e dinë që unë Veriun dhe Kosovën e kam pikë të dobët, sepse mendoj që aty është edhe zemra e shqiptarisë në Veri dhe në Kosovë. Po jemi një të shkuar. Po thoja këtë gjë që kam njohur edhe vajzat të Kukësit, edhe vajzat të Dibrës, edhe vajzat të Shkodrës, edhe vajzat të Mirditës, dhe vajzat e Malcis Gjakovës më janë dukur më të lira se sa këto. Terreni për shkak të shumë gjërave që bëhen zinxhir, të thash, e vetmja gjë që tropojanti kanë nxitur për të dalë nga aty ku ishin, si një rreth janë aneksuar nga të gjitha kahjet, sepse mbaj mend studente zgjohesha në 5 të mëngjesit dhe arrija në orën 2 të ditës në Tiranë për të qenë si studente. Atë itinerarin shumë orë. Domethënë më duket e paperceptueshme sot se sot Tropojën e ka për 3 orë gjysmë, prap nuk ka rrugë të drejtë për drejtë të shkosh. Duhet i biesh prap rrotull. Duhet i biesh o rrotull nga qafa e malit, o duhet i biesh o rrotull nga Kosova të futesh me kufi e pa kufi, domethënë që më duken gjëra absurde akoma. Për shkak të terrenit të vështirë, vajzat e Tropojës kanë këto aftësi që kanë, janë kaq të forta sa janë kaq familjare sa janë. Domethënë unë mendoj që ato nuk i rrëzon asgjë. Për shkak të terrenit dhe për shkak të mentalitetit, po themi e vetmi arsye për t'ia dalë ka qenë Stirolaps, si thoshe Natullën a Stirolapsin apo Kazmën. Stirolapsi sigurisht që ka qenë më i lehtë dhe sigurisht që Tropoja bëri zgjedhjen e dur, sepse gëzojmë faktin që kemi një numër të madh intelektualësh, gëzojmë faktin që kemi një numër të madh artistësh, gëzojmë faktin që kemi një numër të madh shkrimtarësh, edhe doktor shkencash. Po ashtu. Edhe politikan po ashtu. Politikan më pak politikan. Dëgjoj për një sekondë. Jo, nuk do futem në politikë, jo. Se më kujtua kjo shprehje. Në qoftë se ju të Veriut na keni përmirësuar racën neve të Jugut. Po ne të Jugut, çfarë ju kemi përmirësuar juve? Çfarë kemi në një kontribut e juve? Mirë keni bërë që na keni marrë, po theme. S'po flas për veten, po për ato që më bën një pyetje dhe besoj kësaj po i referohesh dhe më thon tani është absurd, të them ty a më mirë gocat e Tropojës apo të Vlorës, ti do thuash Vlorës, nuk ka sens të më thuash Tropojës. Unë? Jo, të Tropojës. Okay. Tropojës. Ata që më njohin gjithashtu e dinë që i kam pikë të dobët vajzat e Veriut. Kam qeshur me komentet e njerëzve, jashtëzakonisht shumë. Po është fakt që ne e zbukurojmë racën. Por e kaq të bukura jeni të gjitha ju? Zemër, unë nuk jam asgjë, ka edhe më të bukura dhe shumë më të bukura. Domethënë unë nuk e mbaj veten për të bukur, se kam marrë ndonjëherë. Mirë tash, dhe ti tani me këtë modestinë tash. Jo, sinqerisht nuk është modesti, ose është defekti i vajzave që janë paraqitshme që nuk janë rrit me atë që hajt se e bukur. S'kan pasur nevojë ta konfirmojnë vetë. Po që Viola është e vërtet, unë si mashkull po ta konfirmoj, janë yje. Kështu që është shtat larta. Po. Tani, se më bëri shumë përshtypje që e the Ariola, kujtoj gjithçka nga 3 vjeç e mëtej. Kështu që do doja të ndaleshim pak tek fëmijëria. Si ka qenë fëmijëria jote në Tropoj? Tani që e bëj analizën, do doja të tregoj apo se di. Kam filluar të shkruaj pralla. Sa bukur. Kam filluar të shkruaj pralla, edhe domethënë e gjithë ajo që un po shkruaj për momentin është memoria ime nga fëmijëria dhe domethënë prallat e para i kam shkruar me kujtimet me gjyshen edhe me gjyshen time. Nuk e kam thënë këtë. Se nga njëherë kur i them gjërat nuk më bëhen edhe prandaj hezitova, më zvarritën shumë si kërmilli më zvarritën. Por tani e ke mbaruar, kështu që? Edhe po i kam mbaruar, i kam shkruar, i kam nxjerrur në letër. Besoj do t'i botosh apo jo? Domethënë dëshira ime është po t'i botoj, sepse
Mund të ndash në një kujtim të veçantë që ti e ke hedhur aty në letër? Po, do të tregoj pralla e parë që kam shkruar është për mua dhe gjyshin. Un jam fëmia i madh prej, domethënë momentalisht nipër e stërnipër jemi diku te 42-43 nga 8 fëmijët që kam pasur gjyshërit e mi. Un kam qenë besa e madhe dhe sa e privilegjuar kam qenë. Si hapsi parin e nipër. O zot, kam qenë shumë e privilegjuar edhe domethënë ndije me shumë fat që kam pas atë gjysh. Edhe do them një gjë shumë të ndjer, unë e humba këtë vit, 98 vjeç, sigurisht ka bërë moshën e vet, pleqëria e mori, por më priti, nuk i mbylli syt pa shkuar unë. Dhe më donte shumë. Më donte jashtëzakonisht shumë. Edhe unë i kam çmuar dhe i kam dashur gjyshit jashtëzakonisht shumë. Edhe ka shumë rëndësi për mua të shkruaj kujtimet me ta, që të ngelen jo vetëm për mua dhe fëmijët e mi, apo niprit edhe stërniprit e gjyshëve të mi, të dinë çfarë gjyshish të jashtëzakonshëm kemi pasur. Ka një gjë shumë të bukur për ne fëmijët që jemi rritur me gjyshrit, kemi një empati ndryshe dhe kemi njohur disa epoka, sepse unë për shembull dhe ma kujtove këtë, më kujtove tim gjysh, që na mblidhte aty afër sobës së drurit, sobë druri kemi pasur ne, edhe na tregonte histori të ndryshme. Po e disa më kanë ndihmuar ato që të zhvilloj imagjinatën. Pra, ajo marrëdhënia me gjyshit është shumë e veçantë. Është shumë e veçantë. Edhe duke lidhur me gjyshin tim, se gjyshi im ka një histori përpara se të ndodhte lufta e Kosovës, gjyshi im e ka përjetuar sepse ka ardhur nga Nokshqiqi i Plavës, nga Mali i Zi. Kanë qenë një familje shumë patriote dhe shumë luftëtare. Në luftë me serbo-malazezët ai humbi vllajën e vet dhe gjithmonë më shoqëronte historia në odën e burrave, në sobën e burrave faktikisht që i thonim ne. Jam rritur me historitë e tij dhe kam fatin, sepse ai ka lënë disa shkrime, ka botuar gati 7-8 libra viteve të fundit përpara se të ndronte jetë, dhe kam edhe materiale për të, kështu që do e nis dua ta cektë që gjyshi im ka pas një kal të zi që quhej Vrançe, unë s'kam qenë më shumë se 4-5 vjeçe dhe erdhi në qytet për të më merrte dhe të iknim bashk në Bjeshk. Bjeshka jon quhej Lugi Vocit, edhe gjithë rrugën ai e bëri në këmbë, unë isha në kal, se kali ishte i ngarkuar me gjëra që vinin nga Vrini, ashtu e quajmë ne. Edhe për të ngjitur në Bjeshk, ushqime, domate, gjëra bazike për të ushqyer në Bjeshk, gjëra që mungojnë atje sipër. Dhe të gjithë rrugën, domethënë për shumë ore kemi bërë bashk. Ai fliste, më pyeste, lam kalin edhe mbaj mend që atëherë që më tha, po piu kali ujë këtu, ishte një pus, po piu kali ujë këtu, do pim edhe ne. Dhe më vonë, atëherë nuk e dija, nuk e bëja lidhjen, thasha po si pi kali aty, pim edhe ne aty. Dhe më vonë e kuptova që ku pi ka kali që ka burim ujë, pishëm pa bakteria. Dhe domethënë më kam mësuar të kaleroj, më kam mësuar ndoshta këtë po themi forcën mashkullore e kam të trashëguar shumë, më lidhet figura atrore më lidhet më shumë me gjyshin tim se sa me babin tim, me thënë vërtetën, se me atë ndaj shumë kujtime, me babin ndaj më pak, se i shkreti ishte në punë ku të çaj. Vërtet, se prindrit janë munduar në fakt të sigurojnë jetën. Prindrit kanë qenë në punë, ndërsa gjyshërit kanë qenë aty, shtëpia ka qenë aty, puna ka qenë aty, fshati ka qenë aty, domethënë arat ne i ndiqnim nga mbrapa, ndiqja gjyshën time kur prashiste, kur mbillte speca, domate. Edhe kur më thon për shembull cili është ushqimi jot i preferuar, gjithmonë më lidhet me domaten. Ai zgjimi nga shtëpia e gjyshërve direkt te kopshti dhe merja një domate pa hapur sytë ende dhe dikur i vinte era domates. Ajo aroma e domates e mbaj mend dhe unë. Domethënë me figurën e gjyshit edhe gjyshes më lidhet fëmira dhe tani që bëj një analizë të gjës pa e hiperbolizuar, pa e zmadhuar. Mendoj që kam pasur një fëmijëri të jashtëzakonshme dhe nuk e kam çmuar. E çuditshme, domethënë duhej të kalonin kaq vite që të
kthehesha nuk e brapa, kupton, jo, nuk e kam nuk e kuptuar. kupton. Mendoja që Askush, ishim as ne, shumë nuk. të varfër, më vinte turp të flisja për kopshtin, për ujin, për gjëra që lidhja boronica apo dilja në male dhe mbi. Ndërkohë që janë gjëra që do t'i donte çdo shqiptar ti kishte. Do të thënë mbaj mend që ngjisnim një mal të tër për të mbledhur bujashka, i themi ne. Dhe vendosnim sikur këto nëna tona që japin nga vendosnim këto litarët dhe i banim në kurriz dhe i se po flas me dialekt tropojan, i dirgjnim poshtë nga mali drejt Testani. Kam kaluar një fëmijë të jashtëzakonshme dhe do ishte gjëna mos t'i shkruaja këto kujtime dhe t'i nxirrja në porralla. Dhe është keq në fakt që shumë fëmijë sot e kanë të pamundur, qoftë edhe një raport fare të vogël me këtë jetën e fshatit. Prandaj ai terren, prandaj ato vështirësi që ka pasur në të jetuarit shumë bazikisht. Po flasim shumë bazikisht, jo luks, jo gjëra në të ngrënit boronica, në të ngrënit gjëra kaça që gjenim në pyll. Kështu e mbushëm. Kaçat është një gjë është një lule me therra që duhet i hiqet të gjitha therrat dhe aty dilte një si karçof. Ashtu dilte si karçof. Edhe hanim atë apo gjenim kokërdhok që ishin si patate, po ishin gjëra ishin shumë të vogla që gërmonim, ja kështu gjithë ditën bën. Diegon, ke ndonjë kujtim të tillë nga fëmijëria apo ja? Unë po të dëgjoj aty Ariola aty. O zot, çfarë fëmijërie idilike. Dhe unë mendoja deri 15 vjeç që manaferrat bëshin pemë, domethënë, e kupton, e tmerrshme. Shtritur në Vlorë. Po ne jemi rritur në beton. Po. Me një dallim të vogël që kam patur detin. Okej. Po. Por pjesa tjetër e detit dhe i torturon. E torturon. Po ne kemi pasur edhe lumin. Lum kam pasur edhe unë. Megjithatë se detën e di kur e kam parë detën për herë të parë në klas 8. Fiks kur unë kam parë borën për herë të parë. Si ishte ajo ndjesia e të parit detin për herë të parë? Akoma këtu te supet kam shenjat që nuk dilja kur nga uji dhe këtu u bë varr komplet. Vërtet? Domethënë aq që lumturisha rria në ujë, notin e dija sigurisht se kisha mësuar në Valbon. Nuk isha profane komplet, po nga dashuria për detin, domethënë nga mëngjesit deri në darkë nuk dilja dhe isha e nxjerr vetëm këtu e sipër. nga supet edhe sipër. E kam bërë të vdekur atë det. Ndërsa mua me njëta gjë si ka ndodhur edhe Ariolës, Jola me rritjen edhe me. Ty ndodhi me borën. Filloi dashuria për malin edhe për natyrën edhe për Alpet, për bjeshkët. E çuditshme. Është me disa persona është e kundërta, ajo që e kanë jetuar për shembull siç ke jetuar ti në det. Që më ka ardhur këtu domethënë. Edhe thua më pëlqen mali. Ti tani zgjedh dot mes të dyjave? Malin gjithmonë. Është e dukshme. Po edhe mënyra se si e tregon shumë. Asnjëherë nuk e kam krahasuar. Ka bukurinë e vet deti, e dua shumë, ama nëse më thon te krahasimi mali është pa diskutim terreni im, habitati im kafshëror. Erla, ne dim që kur ke një jetë publike, ndonjëherë ngarkohesh shumë emocionalisht dhe mund edhe të pësosh ndonjë moment goxha të vështirë, nga i cili ke nevojë të marrësh veten. Ke praktikuar ndonjëherë në ato faza ku mund të kesh qenë lajm kryesor të shkosh? Jo, nuk e kam izolohesh. Jo, asnjëherë nuk kam mësuar ndonjë kam mësuar keqardhje për mënyrën se si është lakuar emri im, pa baza, pa fakte, vetëm për ta linçuar publikisht, vetëm për ta dëmtuar edhe denigruar. Për këtë më ka ardhur keq sepse kam thënë pse, nuk është se i kam shërbyer apo se njeriu kur flet, qoftë gazetar, qoftë në të shkruar, qoftë në çfarë do lloj edhe në rrjetet sociale, ti publikut duhet ti servirësh të vërtetën. Fakte. Duhet i servirësh fakte dhe jo andralla, pralla, shpifje, stisje e tash. Gjë më e çuditshme që ke dëgjuar për veten në gjithë këto vite. Edhe nuk dua as t'i jap vëmendje kësaj sepse më duket shumë e rëndom dhe ullët nga ana atyre që e bën, po mbaj mend që diku para 2 vitesh lidhen figurën time me një ngjarje që s'kisha as të bëja, domethënë se ne kontakte me njerëz të njohur e të panjohur, të politikës dhe jo politikës, të showbizit dhe jo showbizit, kemi të gjithë. Kemi të gjithë. Dhe domethënë
nuk u shqetësova, nuk u mërzita. Thjesht kisha një keqardhje sepse në të gjithë këto vite unë çmoj sakrificën time për të qenë kudo në punët që bëj. Do të thënë, unë çmoj shumë sakrificën time. Në të qenërit jam një njeri që praktikisht i kam më shumë se 8 vite që jam midis Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe shkoj dhe vi vetëm, nuk kam shofer. Nuk kam ndonjë shoqë apo shok që jep makinës të përcjell gjatë rrugës. Jam vetëm, shkoj dhe vi vetëm. Do të thënë është një sakrificë jashtëzakonshme, se po ti kisha punën aq mirë, rri drejt zinxhirin, dal nëpër kafe. Jo se si bëj këtë gjëra, bëj çdo gjë të mundshme, në kuptimin që dal me miq në mbrëmje, dal në kafe, nuk është se si bëj. Po patjetër, kjo është jeta e fundit. Unë çmoj dhe vlerësoj shumë sakrificën time për të qenë Ariola si krye familjare në shtëpi, për t'ja dalë vetëm banë me dinjitet jetës që më është servir. Dhe më vjen keq që janë ca lajme pa lidhje. Domethënë nuk jam shqetësuar asnjëherë, por në do të dish në kam pasur një periudhë të vështirë apo breakdown, ka qenë mbas Big Brotherit. Kisha një çbalancim biologjik të shëndetit që mezi e kam marrë veten. Aty po, mezi e kam marrë veten. Çfarë ndodhi nëse mund të pyes? Me thënë vërtetën, ngarkesa e madhe psikoemocionale që kam pas brenda Big Brotherit, e cila për një kohë të gjatë u përdor si viktimizim, e në fakt ishte vetëm Ariola ajo që i kishte atë ndjeshmëri, apo asgjë nuk ishte e stisur. Për sa i përket figurës time brenda në Big Brother, po kam ulur ato armë, se unë jam një person pak më me humor, aty domethënë sikur më iku ajo, nuk më dilte. Po këto ma kanë vlerësuar shoqëria ime dhe njerëzit që më njohin, se njerëzit që s'më njohin, domethënë duhet ishe pak më e çlirët, po kam qenë e ngarkuar. Kam qenë shumë e ngarkuar. Fakti që kisha fëmijët jashtë, fakti që nuk e dija çfarë po bënin, si po ju shkonte gjëja, se ishte diçka shumë e re për mua, se unë deri atëherë nuk i kisha lënë aq shumë kohë vetëm, në kuptimin o kanë qenë me tjatin e vet, o kanë qenë me nënën time, po me motrën time nuk kanë qenë kurrë në kuptimin nga gjatë. Edhe e vuajta, realisht e vuajta këtë, dhe ngarkesa emocionale e brendshme, qoftë mendja jashtë Big Brotherit, qoftë mendja brenda Big Brotherit, apo pagjumësia, apo ndryshimi metabolik që kishim aty brenda për rreth 4 muaj, bëri të ndote një reagim kimik brenda meje që nuk e mora vesh. Trupi ishte shumë i lodhur, mendja nuk më flinte. Mendja s'flinte kurrë, praktikisht ishte zgjuar dhe isha aq e lodhur, aq e dërmuar. Prandaj kisha edhe një tërheqje sepse nuk mendimet me atë që thoja nuk më bënin lidhje. Kuptohet se rrugës kam lënë ca gafa në kuptimin sepse si isha unë, nuk isha vetvetja. A mendojnë që publiku realisht e kuptoi pse ti ishe brenda atij formati? Arsyen se pse ti ishe brenda? Arsyeja ka qenë një dhe e vetme, për të dalë fituesa. Për mua. Patjetër se kjo është objektivi i çdo njeriu që futet aty, nuk Jo, ka njerëz që futen duan të duan të bëjnë famshëm, e kuptoj. Për eksperiencë që të rikthehen vëmendje. Unë nuk kisha nevojë për Big Brotherin, me thënë vërtetën. Për Big Brotherin kisha nevojë vetëm për t'i arritur qëllimit të cilin si prind i kisha vendosur vetes time. Edhe se nuk jam ndonjë njeri që jam e etur të kem ndjeksa shumë, fam shumë, ajo që vjen me punën që bëj, nuk është se duket edhe qartë, nuk bëj çdo gjë për hir të famës, nuk kam bërë kurrë skandale, domethënë nuk dua të jem me patjetër në qendër të vëmendjes, nuk e kam prioritet, nuk e kam prioritet. Edhe Ato konflikte që ke patur brenda shtëpisë, a janë përcjellë edhe jashtë shtëpisë me personazhet apo ishin thjesht brenda skenarit? Jo, unë kam qenë shumë reale dhe fakti që kam qenë shumë reale, shumë e sinqertë dhe vetvetja, deri diku po themi, një 85% kam qenë vetvetja, pastaj kam pas edhe unë një impostim se
ka menduar për prindrit, ka menduar për fëmijët, ka menduar për karrierën time, ka menduar për të gjitha gjërat, se nuk mund t'i leja të më shkonin çdo gjë që kisha ndërtuar. Me kaq mund t'i hidhja poshtë se jam futur në një format ku duhet kap dikë për fyty. Ose du t'ja nxjerr syt me patjetër. Domethënë, i kam vendosur vetes korniza, kam qenë e vetëdijshme për ambientin, jam ruajtur. Por kam qenë vetvetja, edhe tani duket pak si po themi jo. Sorry. Është Pra, okay. ideja është që se ti the që kam qenë s'ka gjë. Unë mendoj të përgjigjesh Ariola. Është mami, nuk po i përgjigjem. Mund t'i përgjigjesh edhe ti thua të duash. Ka muhabet shumë të gjatë mami, dhe ju kam thënë kur ju ash pus mos më trisni, se jam e zë. S'ka gjë. Këto e bën edhe mami vazhdimisht. Më merr një herë, nuk e hap merr prap. O ma, po kanë kam një punë. Prandaj s'po të përgjigjem. Pra, të gjithë edhe personazhet e tjerë që kemi dhe fakti që unë isha po themi 85% Ariola, si brenda dhe jashtë, nuk ju afala kur faktin që ma atakuan, deshën të më ulnin, deshën të bënin gjëra që bëhen për hir të një formati. Domethënë, me gjithë ata që unë nuk flisja brenda, nuk flas as jashtë. Okej. Pra, për herë të parë ndoshta nga ata që ne kemi pas mundësi të kemi këtu, po them kemi një përgjigje që nuk ka qenë thjesht lojë. Jo, më ka qenë jetë e jetuar, nuk është lojë se aty, domethënë, heqim emisionet e tjera që janë ngarkuar në bazë skenarit. Në bazë skenarit është prezantuesja, janë montimet e po themi Ariolës, janë montimet e dikujt tjetër që do dalin sonte në prime. Ajo është regjia. Brenda nuk ka pasur regji për asnjërin. Domethënë ne se përdori gjithmonë kjo, jemi në lojë, në kuadër të lojës. Po, tani një lojtar i caktuar ka thënë, po këtë e kam kuadër të lojës, me dal nga situata dhe ja kanë lënë lojës, është tjetër gjë. Po, nuk më duket edhe aq lojë të 30 njerëz brenda një ambienti të izoluar, se në pandemi ne filluam të haheshim të kacafyteshim edhe me prindrit edhe me njerëzit tanë. Domethënë, kur ti je i mbyllur, është eksperiment social. Sa ti do ta përballosh këtë ngarkesë? Edhe Orwell nuk e shkruaj kot librin për treguar se si ne reagojmë dhe si reagojmë ne në një ambient të mbyllur. Po ne edhe në përditshmërinë tonë nuk kemi të njëjtën mendje me secilin që shoqërohemi, me secilin që rrim, me secilin familjar, shoqëri, shok, shoqe. Kemi mendime të kundërta, prandaj edhe ndoshta duke pasur mendime të kundërta edhe rrim me njëri tjetrin, po nganjëherë kur përplaset bëhen shumë të mëdha dhe dikush do që të vendosi diktatoriatin e vet, po themi që të jetë prepotent, edhe ti duhet ta ndjekësh me do e mos. Jo, unë s'kam pasur. Kam pasur miqësi të cilat kanë nisur në Big Brother dhe janë edhe jashtë Big Brotherit, po aq të forta, po aq të sinqerta, me gjithë ata që kam pasur brenda, sepse natyra e vërtet dhe e sinqert është të thuash, kur thua po unë se është e vështirë të thuash unë kshu jam. Po në të vërtet me ata njerëz që jam shoqëruar brenda, shoqërohem edhe jashtë. Kam miqësi shumë të mira me ta. Kjo është e rëndësishme. Do të vetëm një pyetje ta bëj Ariola, mund të zgjedhësh përgjigjesh ose jo. Fëmijët zakonisht, dhe unë këtë nis nga eksperjenca me prindrit e mi, sikur i bëjnë prindrit të reflektojnë, ndonjëherë i vendosin edhe kështu, i shigjetojnë. Të ka ndodhur ty në ndonjë rast me fëmijët e tu? Ka shumë raste kur Helga dhe Rubini, për shembull, në qoftë se më ka munguar mua në marrëdhënien me prindrit e mi, që ndoshta si jam ndjerë dëgjuar apo si jam ndjerë vlerësuar, se tani mos t'i hedh poshtë, po nuk kanë pasur kohë, me thënë të vërtetën. Prindrit e mi nuk kanë pasur kohë apo nuk e kanë ditur që duhet edhe kjo. Po, sepse janë fokusuar tek ti sigurojnë. Unë i dëgjoj shumë, unë ju marr mendim shumë. Unë, domethënë përpara se të nxjerr një punë prej vitesh, edhe kur kanë qenë më të vegjël, ata kanë asistuar në shfaqje, kanë asistuar në prova, kanë asistuar në tekst, e kanë ditur gjën pa dalë, domethënë pa dalur çdo shfaqje,
apo çdo film e ka nditur tekstin, e ka nditur situatën, e ka nditur rrethanën, e ka nditur komplet gjën. Dhe për shembull shpesh herë Helga më mëson edhe se si ta them batutën, si tingëllon më mirë, do të thënë me mendjen e saj. Un jam prind shumë i hapur, nuk kemi sekrete, nuk kemi, do të thënë flasim shumë hapur, jemi si miq. Jemi si miq. Do të thënë po është edhe ajo ndjesia e nënës që nuk të kthehet se miq të kthehen nganjëherë në armiq. E vërtet. Edhe është ajo Kjo është një marrëdhënie që nuk humbet asnjëherë. Po, është ajo rrethana e mamit që po jam protektive, siç i lë të më këshillojnë, edhe e pranojnë këshillën time kështu me sy hapur apo mbyllur s'ka rëndësi. Është ndonjëherë e ashpër? Jo, ndonjëherë ngre zërin pak më shumë se sa duhet, se tha Robin ndonjëherë ti bëhesh e huaj. Ndonjëherë bëhesh e huaj kur bëhem kështu si dua të vendos atë Autoritetin. Nuk e përdori shumë autoritetin, po dua të vendos pikën mbi, sepse nuk është se jam unë më e zgjuar se sa ata. T'jem realista. Unë po kam një eksperiencë jetësore më të larmishme dhe më të plot se sa e kanë ata deri në këtë moshë. Po nuk jam më e zgjuar se sa ata. Ata janë të tmerrshëm. Mirë, ne kemi ende shumë gjëra për të folur me Ariolën, shumë pyetje me spece pas spece, si të doni ju, por përpara do shkojmë të ndjekim sugjerimet e leximtarit dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën. Librat janë për të na thënë se e shkuara nuk vdes kurrë, megjithëse se jetojmë një të tashme aktive për ditë dhe shpesh herë ne i humbasim lidhjet me atë që na përket edhe ne. Por unë sot kam përzgjedhur 2 libra, të cilat janë 2 saga nga e shkuara e 2 autorëve, Ermal Hasimja dhe Lea Ypi. Në këto 2 libra ne mësojmë 2 histori, jo thjesht 2 histori, po mund të jetë historia e secilit prej nesh në të kaluarën. Këto 2 libra na bëjnë të kuptojmë fare mirë se sa rëndësishme është që ta ruajmë identitetin, dhe identitetin më mirë se sa duke njohur historinë dhe rrënjët tona nuk ka mënyrë tjetër për ta mbrojtur. I rekomandoj fort këto 2 libra miq. E shkuara e pakryer e Ermal Hasimes dhe Të poshtruar nga Lea Ypi. Këto 2 libra miq i gjeni tek leximtari në Tirana Ring Center, por mund t'i porosisni online edhe tek leximtari.al. Miq, me libra rritemi dhe bëhemi më të mirë për ditë. Mirë, jemi rikthyer. Tani përpara se ne ti rikthehemi bisedës me Ariolën edhe me Egonin, do doja patjetër të falenderoja leximtarin për sugjerimet që na sjell çdo javë, Bonon që na ëmbëlson me shije të ndryshme dhe fantastike, si dhe Cineplexin për filmat e mirë edhe për kokoshkat. I falenderojmë sponsorat tanë të dashurit dhe do më japësh Mirë që ju kemi. Do më japësh një bono mua se më mori. Cilën nga këto do? E jep Ariola. Okej. Atë ajo me lajthi është ajo atje në cep? Me lajthi. Me lajthi, po, me lajthi. Me lajthi. Shumë faleminderit Ariola. Okej, dhe tani vazhdojmë të bëf të mirë. Me qershi po e marr unë. Okej, të bëf të mirë. Merr edhe ti një me që e morëm ne të gjithë. Po, un jam mes, po, ja. Fiks. Kështu që kur ju merr uria e dini vet ju, Bono. Dhe tani ne jemi të uritur për bisedë. Po. Jemi të uritur për bisedë. Dhe për të vazhduar në fakt, po të kthehemi pak tek ajo që ti e bën prej vitesh me shumë dëshirë edhe me shumë profesionalizëm, aktrimin. Të kemi parë në disa produksione, një nga prej tyre unë po kujtoj Luli Goni Lemes, ka qenë sukses i vërtet. Edhe e di ku do ndalem së pari, përpara se të më thuash për shtypjet e tua. Do ndalem tek premiera. Në premier të vjen radha mikrofonit, edhe thua, unë e di që do më urreni për këtë rolin. Na e thuaj pak pse. Ne ishim aty. E ndjeve nevojën të shpjegohesh për rolin që kishe në atë film. E kisha për fare visin. Nuk e kisha për publikun. Fare visi do më urrej për këtë rol, po e kishin shkputur goxha, nuk ishte një rol i madh, po e pranova me shumë kënaqësi se është bërë kjo. Mendojnë që duke qenë se kam startuar me role kryesore, siç ishte roli Valbonës te I Love Tropoja, mendoj njerëzit që unë bëj vetëm role të mëdha dhe nuk pranoj kështu role të vogla episodike.
e pranova me shumë kënaqësi, pasi lexova edhe skenarin, u dashurova me këtë personazh dhe direkt filloi fantazia ime se un kam, domethënë kur e marr skenarin e lexoj, I besoj shumë instiktit të parë të leximit. Siç e përfytyroj në momentin e parë të leximit, ashtu dua të jetë edhe karakteri, edhe roli në film. Ndodh besoj me çdo artist që në momentin që lexon tekstin fillon dhe vizualizon si do të dukej në produktin final. Dhe me njëherë u hodha I dua flokët kështu, po sikur t'jenë veshja kështu, po sikur ta bëjmë kështu. Domethënë e vizualizova gjën, edhe kam shkuar në Kosovë, kam bërë veshjen, pavarësisht se si ishte detyra ime dhe Tila e bën më së miri këtë punë si kostumografe, e bën një jashtëzakonisht shumë mirë. Ram dakord që zakonisht I fus hundët unë në këtë gjëra. Kam shumë qef, po sigurisht kur më lejohet, se ka edhe njerëz që nuk pranojnë, thotë unë e kam darësh këtu. Edhe kishim një bashkëpunim shumë të mirë, domethënë skenariste, kostumografe, regjizore, edhe e vesha me atë imagjinatën time me një paruke bionde. Jo se s'doja të dukesha si unë, po doja ta bëja një diva siç e kishin menduar këta Samantën e divën e striptizmit. Edhe më pëlqeu shumë roli. Ishte fantastik në fakt. Do doja të kisha pasur më shumë kohë që të bëja një performancë të vërtet të striptit. Shkova për herë të parë në strip, për ta parë, po, ishte hera parë që shkoj në jetën time. E kuptueshme se duhet mësosh pra. Po, patjetër, po. Zakonisht kur ti nuk I posedon, domethënë disa të dhëna për karakterin që t'jepet në film, ti je I detyruar të kërkosh dhe kjo është puna e aktorit. Pa paragjykime. Edhe aktori që luajti Jokerin ka qëndruar për shumë gjatë në një spital psikiatrik për të arritur të marrë të gjitha ato aftësitë e nevojshme që I duheshin për të bërë atë rol. Kështu që është një punë kërkimore e çdo aktori edhe kjo. Është një punë kërkimore dhe vazhdimisht për shembull e potencoj me ata të cilëve ju jap kursin e aktrimit që përveç asaj që bëjmë në jetën e përditshme që është puna jone e zakonshme dhe ne e njohim shumë mirë, një aktori I duhet t'i zëtroj disa profesione në të njëjtën kohë, edhe të vëzhgoj, të mësoj, ta praktikoj. Kam bërë kurse kërcimi me Gracianon për rreth një muaj, që të zhdërvjellohesha një çik, edhe për shkak të domethënë u pres skena për shkak se kalonte plus 18 dhe duhej që të zinim edhe këtë moshën që lejohet, domethënë poshtë 18-shit. Ta shihnin të gjithë se ishte shumë I bukur për të humbur nga po, unë ndërprej pak, nuk kam pasur paragjykime, nuk kam paragjykime për asnjë lloj roli që e bëj, jam ndier shumë mirë me gjithë ekipin e xhirimit dhe po kështu doli Samantha. Mendon që ne shqiptarët kemi arritur atë pjekuri, le ta themi, mentaliteti, saqë të arrijmë të ndajmë çfarë është art dhe çfarë është e papranueshme, sepse po, nëse ne jemi natyrë paragjykuese dhe jo jemi, po është fakt, domethënë gjithmonë ti lidhesh me personazhin që e bën. Në fakt personazhi, të gjitha personazhet në përgjithësi që kam bër, po I rikthehem edhe tek I Love Tropoja kam pas të vështirë sepse kam pasur paragjykimin e brendshëm, për shembull, po si janë vajzat tropojane. Domethënë kam pasur vështirësi ta luaja vetveten. Kam pasur një paragjykim sepse doja të jepja më të mirën e mundshme të vajzave tropojane te ky personazh. Nuk kishte të bënte me Ariolën, nuk ka asnjëherë të bëj me Ariolën. E kam thënë shpeshherë, në jetën e përditshme jam një vajzë me komplekse, në kuptimin kam ato të mia, domethënë kornizat e mia kur më vjen keq për disa gjëra, skuqem akoma, domethënë si më qenë vajzë vogël. Edhe kam ca komplekse. Kur bëhet llaf për skenarin, për filmin, domethënë këtu është profesion. Dhe nëse ti ke po themi probleme me rolin,
komplekse me rolin, atëherë mendoj që nuk je për këtë punë, po publiku vazhdimisht krahëson karakterin e një personazhi me personalitetin tënd, gjë që janë diametralisht të kundërta. Me kë personazh ta kanë lidhur më shumë ty imazhin tënd personal më tej? Po për shembull kur e nisa te Osamiri me Xhbanen, njerëzit mendonin që isha njësoj, jo se jam e egër, po jam e egër kur duhet. Edhe të gjithë mendonin, po ti s'ke kaq e egër, s'ke kaq e vështirë, nuk ke temperament, se ata i thon kur ke një karakter të vështirë, thon temperament, nuk ke karakter temperament. Për shembull me atë më kanë personifikuar për shumë kohë dhe mendonin që isha goxha e rrept si njeri. Po nuk kam unë kështu probleme çfarë do thonë mbrapa se del produkti, nuk e kam problem fare. Ti je aktore, aktori është profesionist dhe duhet pranoj çfarë do lloj dua të rim pak tek striptizmi. Po, hajde rim po. Jo se nuk e dija që kishe vajt vajta për herë të parë, vajta për herë të dytë, vajta për herë të tretë. Çuditë është njerëzit që ç'a bën Ariola që shkon në striptizë. Fati ishte sepse ishte plot, është në qendër aty te ushtari pa njohur. Edhe se s'na lejo të përmendim emra. E dim. Po, okay. Aty përballë parlamentit, pra. Po. Edhe ishte errësirë, ishte plot, ishte full. Unë gjita në kat të dytë sepse ishte pak më privat. Edhe doja të shikoja të gjithë gjën, se si reagonin vajzat. Unë kisha parë në për filma, po nuk është e njëjta ndjesi. Edhe e pash të gjithë situatën, ambientin, atmosferën, në mënyra se si sillesh, në mënyra se si ato e kishin profesion, siç e kam unë profesionin tim dhe do me thënë, pash të gjithë, studiova të gjithë ambientin dhe kam shkuar për të qëndruar 1 orë dhe kam ikur në orën 12 dhe kam dalë që aty në orën 4 dhe me vete... E di si është kjo historia, Ariola? Na ndodh të gjithëve. Kisha një shoqen time me vete, s'po e përmend se nuk më ka dhënë. Edhe çun të ishte se kisha ndajt kaq shumë. Edhe mund ta përmend. Do të thënë ajo i bëri pyetje se ishim ulur me këtë çunin që e kishte, edhe i bëri pyetje nga aja deri në xh sikur po e hapte vet ajo. Gazetari ishte shoqja? Jo. E përmenda pak më përpara, po s'po e interesuar. Edhe unë isha gjatë gjithë kohës, do të thënë, unë kam qenë empir totalisht, se jo nga ndonjë paragjykim, nga vëzhgime. Nuk doja të më humbte asnjë lëvizje, as e klientëve që ishin aty brenda, as e vajzave, as mënyra se si komportoheshin, se si silleshin. Doja të vidhja lëvizje, doja të vidhja gjeste, mimika të këtyre vajzave. Në një lëvizje interesant që punonin. Tani, besoj ndoshta në atë mbrëmje të kanë rasti mbase të bisedosh me këto vajza, jo, po? Jo. Nuk bisedove me vajzat, nuk patë mundësi. Jo. Shumica ishin të huaja, edhe ato ishin punë. Nuk është se unë kisha një rol që ta zbërteja jetën e tyre, apo unë kisha vetëm një kërcim dhe kaq. Mua më duhej vetëm ambienti, situata, atmosfera, nuk më duhej jeta personale e këtyre vajzave. Që mendoj me gjithë opinionin tim mendoj është një ndër punët më të vështira. Të paktën mua kështu më reflekton së brendshme. Më duket një punë realisht shumë e vështirë. Po pse nga ajo që peti aty, pse ta dha këtë përshtypje? Po tani është e vështirë të zhvishesh, të kërcesh, të performosh për njerëz që ti nuk i njeh. Ndoshta është e paguar dhe nuk mund të marr parasysh se si realisht i kanë hallet këto vajza që është një profesion goxha i paragjykuar, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në përbot. Por mendoj që gjendja ekonomike i shtyn këto vajza për të kërcyer. Qartë. Dhe jo vetëm, po qartë. Okej, kjo nuk mund ta themi për sa kohë nuk e di me siguri, po e paragjykojnë në një farë lloj mënyre sepse ato njerëzit vinë për të kaluar kohën dhe për t'i parë, domethënë më duken si objekt, jo se si janë objekt seksi, por se di nuk e kam një kështu të brendshme që ndjeva keqardhje realisht.
Okej. Luli dhe Goni Lemes bëri Namin. Po. Namin, deri tani vonë madje keni. Nuk e di nëse vazhdojnë akoma, po themi të shfaqet filmi. Nuk Po jo, vërtet bëri Namin. Ne kemi qenë te premiera, e kemi shijuar shumë. Marrëdhënien e castin besoj e ke pas shumë të mirë. Gjithmonë marrëdhënien me Aurelën, me e the shumë bukur që nëse njerëzit nuk kanë problem me mua, unë nuk kam kur problem me njerëzit dhe sidomos me kolegët mundohem të ndërtoj një raport jo miqësor, por cilësor, shumë korrekt dhe të bazuar në respekt për punën që bëjnë që të gjithë. Se nuk jam natyrë xheloze, unë duar trokas për të gjithë. Mendoj se të gjithë kanë momentin e vet. Edhe për mua bëjnë, nuk kam kështu problemesh, po me kolegën përgjithësi kam marrë. Në fakt edhe nga videot e që dilin për story, për shembull, marrëdhënien me I vlerësoj në mënyrë shumë pozitive gjithmonë. Një koleg i cili ka befasuar ndoshta në gjithë karrierën tënde lidhur me mënyrën se si e merr rolin, e zhbirlon personazhin edhe e sjell në skenë. Apo janë disa dhe tani është moment pak i vështirë për të ndarë ndonjë. Nuk më ka rënë rasti që të punoj me njerëz që Po i referohem filmit ku unë kam qenë asistente 2 të regjisë, Treja Mesreve për Arben Bayraktarin, është një aktor international i njohur, nuk është vetëm i Shqipërisë dhe Kosovës. Domethënë mënyra se si punonte ai më ka pëlqyer shumë. Mënyra se si distancohej, mënyra se si mbante bllokun gjithmonë me vete, mënyra se si punonte për rolin, po. Gjithmonë që kur kam startuar, sepse ne përfundojmë domethënë profilizohemi aktor teatri dhe jo aktor filmi, dhe pastaj seti i filmit dhe i xhirimit është diçka shumë e panjohur për ty. Unë gjithmonë jam një vëzhguese shumë e mirë, sepse aktori duhet të jetë vëzhgues shumë i mirë edhe i saktë i jetës. Domethënë jam një vëzhguese e detajeve, jo për shkak të shenjës, po për shkak të profesionit, jam vëzhguese e intësishme e çdo lëvizje që bëhet, qoftë nga çdo kush që ndodhet në setin e xhirimit. Më pëlqen shumë të shoh edhe gjëra që s'kan të bëjnë me mua. Nga Treja Mesreve më kujtove në fakt një batutë që më ka mbetur në mendje, se ka shumë vite në fakt që është publikuar. Ka qenë një momenti i puthjes. Nuk di nëse po e them eksaktësisht ashtu siç ka qenë, po kam ngrënë hudhra, ka qenë ajo batuta, po nuk e di të qeshurat e mia në ato momente. I këndshëm, edhe ai si film, edhe çdo produksion tjetër ku ti ke marr pjesë. Aty kanë luajtur fëmijët e mi. Helga ka qenë rol kryesor, ka qenë ajo vajza e veshur me perçe, që e kishte Daj Arbenin. Po kam pasur aktor që i kam vëzhguar intësisht në mënyra se si punojnë, jo për t'ja vjedhur stilin, po edhe për t'ja vjedhur pse jo, po më pëlqen ti shoh gjërat shumë intësisht. Ndërkaq për shembull një tjetër film që mua më ka bërë përshtypje sa i takon interpretimit tënd është Klithma, në film me metrazh të shkurtër. Aty për mua them, ai është filmi im i parë. Ka ardhur ndryshe, më vjen ndryshe po them nga rolet e tjera. Do të tregoj edhe diçka që lidhet me pyetjen që bëre atë krahasoj njerëzit. Domethënë te filmi Klithma u bë në 2017 tetor. U xhirua në Kosovë, është një histori shumë e dhimbshme e Kosovës dhe akoma sot e kësaj dite është një temë tabu sepse flet për burrat e përdhunuar dhe jo vetëm për gratë e përdhunuara gjatë kohës luftës. Ky rol është shumë i veçantë për mua sepse në castin e gjerë që kishin ardhur për në fakt. Pa problem. Mendoj që Klithma është dhe po guxoj ta them. Kishte ndoshta ka pasur shumë aktore nga Kosova, Shqipëria edhe Maqedonia për këtë rol. Edhe e kisha atë se sa kisha startuar dhe e kisha të domosdoshme të tregoja veten, të fitoja një audicion.
e ushtyr për disa kohë, nuk treguan që e kisha fituar sepse ndoshta jo se kishte problem, po producenti kishte menduar dikë tjetër në rolin tim, duke qenë se roli për aktorin që ishte shkruar ishte rritur pak në moshë dhe bënin diferencë me aktorin kryesor. Kur ma kanë thënë këtë pas një muaj, domethënë qava mas audicioni, qava një javë. E kam pas zakon, kështu që javë një javë pas audicioneve, që ta mblidhja më mendjen që kur mos ta fitoja mos zhgënjesha shumë. Edhe kur e fitova, doja të tregoja me korreksi përgjegjshmëri që ky rol më flinte më së miri. Jam munduar me të gjithë kapacitetin tim, dënë se ishin hapat e parë, unë kisha bërë vetëm më sa mirin. Në prill kisha këtë filmin e fëmijëve që isha asistente e dytë e regjisë. Do të thënë, sa kisha filluar të bëja projekte njëri pas tjetrit, qoftë edhe jo si aktore, se kam punuar edhe si skenografe, kam punuar edhe si grimiere në për filma. Do të thënë, nuk i kam problem. Vetëm gjendem në punë edhe në këtë environmentin e aktrimit. Edhe kur doli filmi në 2018, njerëzit e erdhen e panë edhe mendonin se do shifnin një xhbane aty, dhe kisha përgëzime të shumta nga kolegët në Kosovë për rolin e shpresës në filmin. Për mua ai është roli yt, për mua, them tash, unë profan jam, nuk jam ekspert. Për mua është roli yt më i mirë tek Lithma, por nuk e di tani për ty cili është roli që ty të ka përmbushur më shumë, që ti mendon që ke interpretuar më mirë në unë di të ndaj ku jam dirë më mirë, në cilin produksion jam dirë më mirë dhe në cilin jo, sepse është shumë e rëndësishme edhe nga stafi ku ti punon, ekipi ku ti punon, të ndjesh rehat, të ndjesh komod. Lithma ngelet starti dhe mendoj që kam bërë një punë të mirë. Gjithmonë mundohem të bëj një punë më të mirë se sa tjetrën, kur na jepet mundësia, sepse tregu nuk është edhe aq i barabartë, nuk është edhe aq i mirë, nuk është në momentin e vet më të mirë, duke qenë se gjithë kanë kriju ato klikat e veta, kanë paragjykime, nuk ka audicione e tjerë. Mendoj që Lithma po është një punë e mirë, po është një filmi i shkurtër dhe domethënë e kishte në nëntor, e kishte u shfaq në një festival tjetër. Ndërkohë ka bërë xhirën, ciklin e vet, turin rreth botës në për festivale si film i shkurtër. Po mendoj është punë e mirë, po. Absolutisht. Po nëse do më pyesësh mua cili rol është më i dashur, mendoj që ngelet Valbona i filmit I Love Tropoja. Më dha një ngritje dhe një shtysë, është shumë e rëndësishme në projektet ku ti punon që të kesh edhe një shtysë shumë të madhe nga ky projekt filmik që bën. Domethënë më dha një shtysë shumë të madhe dhe njerëzit thanë okay, është edhe kjo. Se kanë pasur dyshime deri atëherë. Po sa i takon teatrit, Ariola? Teatri ngelet forma më e dashur për mua, sepse ajo që ti transmeton është e momentit edhe është e lidhur patjetër me gjendjen emocionale që t'jep publiku. Por le ta themi është pak e zaurues teatri, të shtjerë, të konsumon pak më shumë. Se unë mendoj që ti kur do të nxjerrësh një produkt e do kohën e vet. Dhe unë mendoj që produktet e nxjerrura për një muaj, për 2 muaj nuk janë edhe aq të pjekura dhe vinë e piqe në skenë. Unë do doja që kur të bëj një projekt teatror në të ardhmen, të paktën 5 muaj ti kisha që të merre me analizën, me karakterin, me të gjithë gjën. Po them e kam vlerësoj kështu sepse në 2 punët e mia që janë ndër punët e mia të para, siç është Dashuritë e Virgjëreshës Madalen, apo siç është Kuarteti Han Müller, që të dyja kanë qenë pjesë shumë të vështira, sepse monodrama është zhanër shumë i vështirë për një aktor dhe kur e superon me sukses,
Domethënë pastaj ti mund të bësh Është një përmbushje profesionale e madhe. Është përmbushje profesionale sepse unë kam bërë shumë e re, kam bërë 34 vjeç kur kam qenë. Është moshë relativisht e re për të nxjerrë monodramën. Se monodramat mund të bëhen mbi 40 e sipër se ke një eksperiencë skenike që e menaxhon. Ndërkohë unë këtë eksperiencë skenike e kisha vetëm me atë që kisha bërë ndërkohë në shkollë, domethënë kisha vite shkëputje. Edhe me këto dy domethënë qoftë me monodramën, qoftë me kuartetin, kam bërë 5 muaj që të dal në skenë, kam marrë kohën time, kam analizuar, kam procesuar. Është zhanri i vështirë teatri edhe po më pëlqen shumë. Nuk do hiqja dorë, paralelisht do t'i doja të dyja. Tani ju vazhdoni muhabetin, nuk do ta ha këtë se kam uri. Të bëf të mirë. Sa ta ha pak se bën zhurmë kjo. Ashtu. I ëmbël jemi aftueshëm, po ëmbëlsoj edhe pak më shumë. Nuk e di, nuk e përballoj dot, domethënë. Si të duket kinematografia shqiptare në këtë pikë, Ariola? Do doja shumë që të flisnim gjëre gjatë për këtë, më duket një terren shumë i vështirë, më duket shumë i largët, sepse unë pothuajse kam që nga viti 2019 që jam këtu, dhe nuk kam asistuar asnjëherë në një audicion të hapur. Okej. Se si bëhen audicionet, se si nxirren, se si mbyllen, vetëm nuk është vetëm me të thirrë, se ja më thrasin për X role. Edhe nuk është problemi aty. Problemi është që t'jemi realist me gjendjen ku jemi, me këto aktor që kemi në treg, që nuk e prekin dot filmin për shkak se kliket apo rrethet e hekurta mes njëri tjetrit janë mbyllur dhe aty mbyllen edhe projektet. Duhet ketë ndoshta një mënyrë më të drejtë mënyra më e mirë e mundshme është që ti të nxjerrësh produktin tënd. Të nxjerrësh produktin. Po, të nxjerrësh filmin tënd, ta bësh vetë me aq sa mundësi ke. Financimi është çështje tjetër pastaj. Financimi sigurisht që është një gjë shumë e vështirë, por jo e pamundur. Po shohim në treg vajza djem të rinj që kanë pasion botën e kinematografisë edhe pa qenë aktor dhe po nxjerrin produkte. Domethënë është mirë që nëse ty nuk të thrasin apo të nënvlerësojnë, sepse unë mendoj që nënvlerësimi është gjëja më e mirë që mund të më bëhet mua. Të kanë nënvlerësuar? Jo vetëm mua, të gjithë tregun e aktorëve që janë duke nejtur kështu kot. Bosh. Ka aktorë shumë talentuar që nuk janë as në teatr, nuk ka një vend pune në teatr, edhe nuk janë të angazhuar as në për filma, bëjnë domethënë kamarierin, banakierin, njerëz shumë talentuar që nuk e bëjnë këtë punë. Bëjnë punë të rëndomta. Edhe është shumë e vështirë mbasi të kesh përfunduar shkollën e artit, qoftë këngëtar, qoftë balerin, qoftë aktore, ku digjon, po themi, ose të pikturës që ta gjesh veten në tregun e punës. Kjo është të thënë pak, të thënë. Gjithashtu ti mund të bësh edhe krahasimin mes publikut shqiptar dhe publikut. Po nuk është në momentin më të mirë, sepse ne nuk po nxjerrim produkte që shkojnë shumë larg. Domethënë nuk po nxjerrim projekte, se thash produkte, nuk po nxjerrim filma që shkojnë shumë larg. Nuk po nxjerrim filma që fitojnë realisht çmime. Edhe nëse nuk jemi shumë realist me skenarët, me realitetin shqiptar edhe tentojmë shumë të bëjmë. Ka histori shumë të bukura shqiptare, siç ka histori shumë të bukura kosovare. Pse Kosova e prek tregun international më shumë se sa e prek tregu i Shqipërisë? Pse? Ku është? Ku çalon? Më me këmbë në tokë në histori. Çfarë mendoni? Çfarë mungon? Mungojnë aktorët, mungojnë regjisorët, mungojnë skenaristët, çfarë mungon? Mungon angazhimi. Mungon sinqeriteti i këtyre filmave që merren nga QKK-ja dhe bëhen. Unë po them, kam qenë 2019, unë nuk di që ka marrë pjesë në një film që është fituar nga QKK-ja të bëj audicione, nuk ka rëndësi a fitoj as se fitoj. Ku janë këto filma? Domethënë tani ku qëndron problemi ka të shumta. Problemi është pafund. Ja, të them ku është një problem kot për të diskutuar. Mendoj që është problemi i financimit. Duke qenë se këtu nuk ka financimin e mjaftueshëm nga shteti, detyrohesh që të marrësh financime nga privat të ndryshëm. Dhe ti pastaj nuk është vetëm kjo se ka je i detyruar që të bësh një film që të tërheqësh shikueshmëri. Mirë, po kjo
do shkoj tek ulja e cilësisë filmit pastaj. Po në treg ne kemi njerëz që prodhojnë filma që ndoshta nuk janë ju thash aktor dhe aktore, por po I bëjnë këta filma dhe në filma po fusin njerëz që kanë mbaruar për këtë profesion. Tjetër gjë që e mbushin me figurant sepse buxheti nuk ju jep aq hapësirë për të futur të gjithë kastën e aktorëve, domethënë edhe atë që e mbulojnë figurantët. Po, probleme ka shumë, po nuk është fokusi dhe nuk është momenti më I mirë I kinematografisë në këtë moment që po flasim. Se për të thënë të vërtetën që prodhime ka shumë prodhime. Po pra ka, po ku 12, 14 prodhime kinematografike. Ajo që Arnola po thotë është nuk ka një audicion, më nuk ka një. Domethënë, është filmi, për shembull siç bëhet në Kosovë, filmi filan. Ata ty të dërgojnë janë të hapura, I nxjerrin nëpër Facebook, I nxjerrin nëpër Instagram, domethënë ti njoftohesh që ka një film. Ti çon CV-n tënd edhe ti e din që ka. Po ti e din që ka, unë nuk e di që këtu ka, se nuk I shoh. Nuk I shoh. Të paktën atë rreth që të regjisorëve që kam unë nuk Mirë, për tu hedhur pak te Kosova tani. Si thua Viola, idemi pak te Kosova? Unë them tani si me publikun së pari. Po. Për të bërë një A bëjmë diferencë në mënyrë? E bëjmë. E bëj gjithmonë. Cili është publiku që e do më shumë artin edhe kulturën? Kosova e do në një mënyrë të frikshme artistën e vet. Apo edhe qoftë artistin e huaj. Po flasim e huaj, po ndajmë territorin tani. Nuk e kanë të vështirë të përqafojnë, të ngrisin, se unë ngritjen nga Kosova e mora. Domethënë 4 vjet audicione këtu dhe nuk fitova asgjë kundi dhe kur e shifja kush fitoi më vinte keq për veten. Zhgënjehesha me veten. Thoya po prit pak. Pse? Dhe në rastin më të parë kur më dha mundësia të jem pjesë e një projekti siç ishte seriali Osamir, unë mbas një muaji nuk njihja veten. Domethënë fama më erdhi kokës. Ai ishte një serial që ka bërë një famë të jashtëzakonshme. Më goditi realisht për zemërsia, dashuria. Domethënë fëmijët edhe sot e kësaj dite kur shkojmë në një qendër tregtare, njerëzit që më ndalojnë me dashamirësi, ti përmendin të gjitha projekte që ke bërë, të kam ndjekur ndërkohë ti din edhe intervista, domethënë janë njerëz realisht që të kanë ndjekur, se ti përmendin disa gjëra, jo vetëm hajt se të kanë parë në televizor. Edhe kurse këtu shoh një ngurrim për të buzëqeshur, për të thënë një sy, një bombastik side-eye ta japin edhe se për momentin nuk bëjnë lidhje se në televizion dukesh një gjë tjetër, në jetë dukesh një gjë tjetër. Domethënë praktikisht Ariola me televizionit me Ariolën në jetë reale, sikur s'kan lidhje shumë. Aty duke më e madhe, më e vjetër, më e rëndë. Ku digjë unë? Edhe se po flas pak si shumë për veten, po bëj krahasimin që domethënë jo të gjithë ata që më takojnë rrugës më njohin me herën e parë. Domethënë thonë, ku të kam parë? Pastaj mendohen fjellën edhe po ata e kanë domethënë qoftë I vogël, qoftë I madh, në kuptimin që ka pas edhe nëna që kanë ardhur dhe kanë bërë foto me mua se dua shumë e të putin, e të përqafojnë, e ta shprehin dashurinë në një mënyrë sikur të kanë të familjes. Në Shqipëri ndodh më rrallë vlerësimi se u bë kjo, është gjithmonë kjo se u bë kjo, nga erdhi kjo, ku mbiu kjo. Domethënë është ky paragjykimi. Të lëndon kjo? Jo, nuk më lëndon mua, po domethënë më duket e çuditshme se nuk di se ta them tani ta përkufizoj mirë se mos nuk dua të lëndoj njerëz. Edhe po më duken pak të vrazhd. Nuk e kuptoj pse. Se ne domethënë të gjithë produktivitetin tim si njeri, po flas si artiste, unë e lëshoj qoftë në intervista, qoftë në projekte që bëj, e lëshoj për publikun, që publiku të më kuptoj më mirë, që publiku të më vlerësoj më mirë, që publiku të më doj. Jo se është jetësore që publiku të më doj me patjetër, se unë njësoj jetoj, po e di si është ndonjëherë puna me personazhet publik, artistë, çfarë do lloj fushe. Është gjithmonë si ajo puna e atij profesorit të keq të gjimnazit, që ta ka nxjerrë jetën 3 vite dhe ti edhe gjithë klasa e keni urryer. Dhe pastaj pas sa kohësh kur e kujton pse e ka bërë atë, po në rastin tuaj do të jetë kur e njeh personalisht,
thua, po që kishte të drejtë, po që s'pas ka qenë vërtet kështu. Dhe kam përshtypjen e njëjta gjë ndodhet edhe me artistët, nga që ndërtojnë një imazh televiziv për publikun, ai ndahet mes dy ekstremeve, ose do t'i doj, ose do t'i urrej. Kurse kur i nje dhe ti arrin t'i paragjykosh pa i njohur ende, pa ditur se si janë si personazhe, si njerëz të përditshëm. Unë e them gjithmonë i referohem një prallë që e kam lexuar shumë herët ku 3 vëllezër po gërmonin, edhe kalon një kalimtar aty dhe thot, këta po varrosin dikë. Kalon kalimtari i dytë dhe thot, aty duhet të ketë, thot, ndonjë qyp me flori. Edhe kalon një i tretë edhe thot që nuk e di eksakt se ç'a thot, po e thot një gjë tjetër dhe mendoj që perceptimi i çdo personazhit është sipas karakterit dhe ndjesive të tua. Do të thënë gjithsecili na mendon dhe na projekton në mënyrën se si mendon vet. Se plus minus ky personazh jam, ose plus minus ky personazh je ti. Do të thënë, unë nuk e di që kam bërë një punë që t'ju thyej zemrën shqiptarëve dhe thonë këtë nuk e prisim nga Ariola. Tani ças kemi dëgjuar. Dhe po ças dëgjojmë për veten, po inshallah o Zot amin. Sidomos. O Zot inshallah amin bëhen realitet ato që mendojnë të tjerët për ne. Nga media sidomos vijnë këto gjërat. Po, sepse ne priremi të lexojmë, nuk priremi të shohim thellësisht në atë çfarë shkruhet. Titulli është një gjë shumë e ndyrë. Vazhdoj ta potencoj këtë, që ne vëjmë tituj skandaloz dhe kur e lexon materialin brenda s'ka të bëj fare me titullin. Dhe njerëzit do rriten ku diu. Po, dhe njerëzit lexojnë vetëm titullin dhe të jetë titulli. Ama materiali brenda qëndron aty në heshtje. Heshtje varr. Duhen edhe klikimet. Po edhe klikimet, po jo mbi kurizin e tjetrit. Duhen klikimet, por përderisa nuk kemi ligjet e forta në Shqipëri, kështu do vazhdoj për një kohë të gjatë. Shpesh, për shembull, e bëj këtë dialog me veten, monolog më saktë, që kur shoh këto titujt, u nda filani me filanën. Po ç'më duhet mua? Shiko, se duhet të përbëj interes jeta personale. Përbën interes sepse showbizi roz ushqen jo vetëm i Shqipërisë, po flasim edhe ai i Hollywoodit. Shet. Po patjetër shet. Kjo gjëja shet. Po kjo gjëja të mban në treg. Po kemi çifte pafund, po kemi aktor pafund që nga hiçi nxjerrin një histori vetëm për të qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes dhe kjo është strategji e artistëve, jo vetëm të Shqipërisë, por mbar botës që bëjnë gjëra për të qenë në qendër vëmendjes, që mos të humbas fokusin ndaj tyre, ndaj projekteve që nxjerrin, ndaj muzikës apo çfarë do lloj produkti tjetër qoftë ai artistik. E ke prekur ndonjëherë këtë pikë në jetën tënde? Që të të kesh shfrytzuar një histori personale për të rrëmbyer vëmendjen? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Domethënë për sa i përket Ariolës, kështu tituj për t'i përdorur për të qenë në qendër të vëmendjes, jo. Unë jo më kohë ta përmenda median, sepse ne po flisnim për Kosovën, për krahasimin midis mjedisit në mediatik dhe artistik në Shqipëri dhe në Kosovë, për të ardhur tek pjesa e medias, ti muajt e fundit ke qenë e pranishme në RTV 21 në Kosovë me atë emisionin mjaft të këndshëm. Unë kam ndjekur edhe për kuriozitet disa puntata. 21 grad. Isha e ftuar sepse thash kam pas edhe bashkëpunime të tjera me televizionin 21. Edhe thash, okay, po shkoj ta mas veten ku jam me publikun e Kosovës. Edhe realisht jam shumë e lumtur, e gëzuar që në të 4 anët në Kosovë është ndjekur emisioni edhe më kanë shkruar pafund se ky target grupi që po flas unë janë prindrit tanë, janë më të rritur, janë një brez pak më i rritur që televizionin e kanë pronë të vetën, që nuk e lëshojnë pultin. Edhe domethënë kam marrë përgëzime dhe shoqet kur i merr janë telefon tezet e tyra, po të kam parë, do të ndjek, ja sonte mezi po pres të shoh. E pash edhe në klikueshmëri, edhe në interes që ka pasur publiku. Ka pasur goxha. Po, ka pasur një interes edhe... Ti the për pranimin në aspektin artistik, po në aspektin mediatik.
disa krahasime midis Kosovës edhe Shqipërisë. A është botë e egër televizioni në Shqipëri? Ose edhe në Kosovë. Në Shqipëri, edhe në Kosovë ekziston e njëjta gjë, që është i egër. Por në tregun e Kosovës do doja që të futeshin pak më shumë gazetarë të mirëfillt, qoftë ata në prezantim, qoftë ata në të shkruar, jo se s'janë, por do doja shumë më shumë profesionalizëm, sepse ata janë shumë punëtorë, televizionet kanë pafund, kanë shumë televizione dhe të gjitha televizionet kanë programet e tyre dhe ndiqen nga të tërë. Kjo i mungon pak që të ketë vajza me një shprehi edhe oratori pak më të shpejtë, sepse këtë e kërkon media, e kërkon edhe televizioni edhe radioja, edhe po, kjo. Është e vërtet. Supozojmë se mund të vazhdosh. Vazhdo, jo të lutem. Jo, do doja. Meqense ma bëra atë komplimentin që jam i ëmbël edhe unë. Po të hajde. Sot kemi zgjedhur paqen të dy. Nuk kemi kaq paqësor gjithmonë, Ariola. Kam përshtimin që është katalizatori i paqes. Po. Është katalizatori i paqes. Unë kurikat e 21-shi më rrinte graniti kështu si çuni mirë dhe unë gjithmonë që po e gjuaj edhe në tret mame, "Moj çka ke me djalin, tha se po del shumë tuar, tha, po del shumë keq vërtet, tha, s'ka bëu asnjë gjë." Edhe unë që i them, ore, do bëjmë një strategji, thash, se ti s'po ma kap strategjin. Do bëhemi, thash, sikur jemi pole të kundërta. Unë po bëj personazhin negativ, ti vazhdo bëje personazhin pozitiv. Po, kështu është larmërishmëria e programit. Njëri të jetë pozitiv, tjetri të jetë pak më pikant. Edhe ne përpiqemi kështu të ndonjëherë na shket situata, po. Mua më ngacmoni sa të doni jam e hapur, nuk Ke një letër të bardhë, të jepet një stilolaps për të shkruar 3 gjëra që të karakterizojnë ty, me cilat ti do ta lidhje imazhin tënd si Ariol. Çfarë do shkruaj? Po, e theksova, jam njeri shumë i dashur, shumë i sinqert edhe kam ekstremin pastaj që nuk kthehem, nuk bëhem më as e mirë as e dashur. Cili është vesi yt më i keq? Vesi im më i keq cigaria. Okej, po tenton ta lësh. Ky është më i keqi që kam. S'kam vese të tjera. Vese kështu paçin gjithë, domethënë, të kenë vetëm cigaren. Po, vetëm cigaren kam, se nuk jam ndonjë alkoldashse e madhe. Lëndët narkotike jo kur do të them jam shumë ekstremiste në këtë pjesë, edhe kur ju them fëmijëve të mi, alkol, drog dhe cigare kur. Kështu e prer. Këto 3 gjëra mos mi bëni, të tjera të bëjni të gjitha. Dgjoj, ç'a ndodhi me atë shtëpinë? Atë shtëpinë që u bë e madhe ajo shtëpia. O zot, më pëlqen fakti që jam akoma në qendër të vëmendjes për shtëpinë. Për shtëpinë kam thënë, erithem, e kam marrur, edhe e kam marrë. Është e imja. Është një pronë dhe është e imja. Dhe ma kanë dhënë. Ku ka më mirë? Po. Me këtë treg të vështirë që është bërë këtu. Po, me këtë treg të vështirë që është bërë, vallahi, as cepin e banjës nuk do mund ta blija. Për çfarë flasim tjetër? Na tha diçka Ariola, për në lidhje me projektet e së ardhmes, në lidhje me duket bënim fjalë për Kosovën kur po flisnim gjatë pushimit. Ju thash që jam në master, jam produksion, po masterizohem për produksion. Edhe kam disa projekte, një televiziv sigurisht, është rrugës, po duke i treguar gjërat nuk më hecen ashtu siç dua. Mirë, ti tregoj gjërat që ke përfunduar, po themi. Po, akademinë e kam përfunduar, akademinë Ariola Demiri Akademi, që ofron kurse aktrimi për fëmijë dhe të rritur. Në Prishtinë. Në Prishtinë, po. Edhe kjo është. Ka filluar të hecë shumë mirë të them. Dhe do bësh edhe gjëra të tjera të bukura për fëmijë. Po, do bëj edhe gjëra të tjera të shumë të bukura për fëmijë. I kam në fokus fëmijët. E kuptova. Duke qenë se dhe shumë produksione për fëmijë në përgjithësi këtu nuk kanë hapësirën mediatike shqiptare. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Mungojnë, por dëshira ime dhe fokusi im është që të rikthej fëmijët në qendër të kinemas.
Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme në fakt. Shpresoj që t'ja dal. Sepse edhe ne po kryqëzojmë gishtat që do të shkoj do shkoj shumë mirë. Jam e bindur që do shkoj shumë mirë. Beson te syri keq? Jo, nuk besoj te syri keq. Po ke filluar beson te horoskopi, këtë e kuptoj. Nuk besoj shumë te syri keq sepse un për shembull fëmijët e mi kam ekspozuar shumë herët un kam motrat e mia asnjëra nga të dyja. Ti nuk guxon t'ja nxjerrësh fëmin në Instagram apo Facebook, bëhet luftë. Dhe domethënë unë e hedh, bëj timen dhe pastaj e heq. Edhe pastaj ose bën hajd. Është kështu. Jo, nuk bëj hajd, e heq. Bëj hajd më mirë. E di ç'a ndodh me këtë rast, ndodh që sa të se gripi i parë, se kishte nxjerr foton në Instagram. Dhe motra ime thot, sa ma nxjerr djalin ti gjithë natën temperaturë. I kam nxjerr fëmijët, them edhe s'kam pasur temperaturë. E kemi dëgjuar të gjithë një gjë të tillë në ndonjë rast. Unë besoj te energjia e mirë dhe energjia e keqe. Kur njerëzit kanë energji të keqe, jam si skaner për shkak të Virgos, e detektoj menjëherë një energji që nuk më pëlqen. Kjo ndodh shumë shpesh, besoj të gjithëve ne. Po, ata që kanë ka njerëz që duket sikur nuk po të bëjnë asgjë të keqe, po duket sikur ta vjedhin energjinë. Janë dry energy disa njerëz, ta thithin se ta shkjerojnë. Po. Ta marrin, ta heqin nga vetja dhe ti pastaj direkt e ndjen veten të lodhur edhe te kjo besoj më shumë, te energjia dhe kur njerëzit kanë këtë lloj energjie që se ndoshta e kam edhe unë edhe se di tani mos të flasim po. Nuk duket kështu, se ndryshe s'do kishim të njërë gjatë. Mirë, Ariola, ti kështu shkon shef filma, për jetë sigur ke kohë të lirë, po themi. Po. I ndjek. Po i ndjek. Ja se edhe ne do të sugjerojmë dy filma shumë interesant tani. Kemi 2 sugjerime dhe Kinema Cineplex sigurisht. 2 sugjerime shumë të mira për datën 4 dhjetor, pikërisht nesër shkoni në Kinema Cineplex, blini biletën, zini ulsen tuaj, sepse duke nisur nga nesër 4 dhjetor 2025 vjen filmi Mother me regji të Teona Strugar Mitevskas. Për çfarë bën fjalë? Filmi Mother bën fjalë për Nën Terezën. Bën fjalë për 7 ditë të Nën Terezës në një manastir në Kalkuta përpara se ajo të niset për misionin që do ta bëj të famshme në mbar botën dhe do ta bëj Shën Tereza, praktikisht krenarin ton kombëtare. Nga nesër 4 dhjetor në Kinema Cineplex filmi Mother. Dhe tjetër, nuk është vetëm filmi Mother. Nga nesër në Kinema Cineplex data 4 dhjetor vjen filmi Five Nights at Freddy's, dyshi, një film horror me regji të Emma Tami, një film i cili do t'ju rikthej tek Freddy, fenomeni i suksesshëm i Blumhouse. Five Nights at Freddy, bazuar tek seriali i Scott Cawthon, u kthye në filmin më fitimprurës të vitit. Tani fillon një kapitull i ri tronditës tmeri animatronik. Për gjithë ju që pëlqeni filmin thriller dhe horror, mos harroni. Five Nights at Freddy's, dyshi nga nesër në 4 dhjetor në Kinema Cineplex. Ariola, ti si ke marrëdhëniet me filma? Çfarë zhanri të pëlqen më shumë? Dikur kam qenë e dashuruar pas filmave horror. Është e çuditshme se si më ka ndruar dhe tani jam o komedi o romancë, domethënë nuk shoh asnjë gjë tjetër. Kur s'ka romancë dhe komedi nuk e shoh. Ka një gjë për filmat horror në fakt që thuhet që është domethënë kaloritë që ti humb teksa sheh një film horror për shkak të tmerrit që përjeton, janë të ngjashme ose le të themi të barabarta me 30 minuta ecje ose palestë. Unë jam nga ato njerëz që nuk ka frikë të shoh film horror, domethënë praktikisht po flas për kur kam qenë shumë e re, edhe derisa më dolën nga qefi, tani mendoj që zhanri i filmave horror është një ndër zhanret më të shitur kudo nëpër kinemat e botës. Është rikthyer si trend e çuditshme. Dhe kthehemi te Mother për Nën Terezën, çfarë gabimi jetësor. Domethënë filma për Nën Terezë duhet të bënte Shqipëria, Kosova, Maqedonia, shqiptarët e Maqedonisë. Ai që po flisnim që parë. Edhe nuk duhet të dalë dikush tjetër, sepse sa herë përmendet Nëna Terezë, Maqedonësit marrin sikur është Nëna Tereze atyre. Në fakt, domethënë kur ju thua që Nëna Tereze është shqiptare dhe njerëzit thonë jo, nuk është Nëna Tereze shqiptare. Ne duhet që vlerat tona si Nën Terezën, si historikun ta jetësojmë, sepse pasaporta më e mirë e një kombe, e një shteti janë filmat artistik. Shumë e vërtetë. Edhe ka shumë pak prodhime për
Duhet të bëjmë një Skënderbeu, duhet të bëjmë një Nën Terez, duhet të flasim, duhet të bëjmë filma mbi shkrimtarët tan. Kam përshtypjen që filma për këto personazhe janë produksione të mëdha kinematografike dhe shumë serioze që duan një angazhim të jashtëzakonshëm. Të bësh një film të dytë për Skënderbeun ose një film për Nën Terez. Patjetër, po nuk i mungon asgjë shtetit shqiptar, mos t'i japi akses askujt në prej regjizorëve, t'i japi vetëm një regjizori që të bëjë një projekt madhor për filmat historik. Që të na njohë bota, mos na di vetëm ka ardhur koha ta bëjmë. Po, e vërtet. Ne duam të dhurojmë edhe një bilet dhurat nga Cineplex, ish bilet dyshe, çift, mund të shkosh me një mike, me njërin nga fëmijët ose dy fëmijët e tu. Është bilet pa datë. Dhe është do blej 2 bileta të tjera. Do t'i garantojmë edhe 2 të tjera, se në fakt po, në rastin e Ariolës duhet të ishin 4. Do ta shohësh, pra pak është pa datë, mund të shkosh për filmin Mother, mund të shkosh për një film tjetër, për të duash ti. Do t'ja dhuroj Alesias për Avatarin që del së shpejt. Perfekt fare. Perfekt. Tani në fund fare, Ariola, flia e kujt është? E Tropojës. Po pse e kujt është? Domethënë ka një diskutim gjithmonë. Ka një debat fort. Është e Tropojës, është mendoj që është e gastronomisë veriore. Le ta lejmë kështu se nuk e ka gjetur njëri. Po, mund të dajmë kush e bën më mirë dhe unë gjej që në Tropojë bëhet më mirë se në asnjë vend tjetër. Edhe bileta tjetër na erdhi dhe bileta. Asa të mirë. Faleminderit. Ariol, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne, shumë e këndshme, edhe të urojmë shumë suksese në çdo supermarket. Faleminderit, edhe unë ju uroj shumë suksese edhe juve. Se keni goxha një punë të vështirë, vetëm të prisni njerëz si puna ime. Ti e këndshme. Më sa gjithë të vjorit ka qenë. E di ku e kam? E kam te pritja, se sa gjatë ka shkuar kjo pritja, jo tani, jo pastaj se. E po mirë, tani e kuptoj fare mirë që. Kjo është puna jonë fundja, kështu që ne jemi të përgatitur për gjithë skenarin. E kemi zgjedhur, do ta mbajmë tani ç'të bëjmë. E rëndësishme është që ne shijojmë çdo bisedë siç e shijuam edhe këtë bisedë sot me ty. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit ju për ftesën edhe për mua shumë. Miq, faleminderit Bono, faleminderit Cineplex, faleminderit leximtari, faleminderit ju miq që na ndoqët deri më tani. Ne do të shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 17:00 në Kinotek në Sol në 89.0 FM. Na ndiqni në Instagram, në YouTube, na gjeni në Spotify, në gjitha rrjetet sociale. Mund na gjeni edhe në për rrugët e Tiranës. Mund na gjeni edhe në lagje. Mos harroni, shihemi të mërkurën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim. Pafshim. Kinotekën Sol, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri